ushqimën ene nga Matan Oqeanit. E kuptoni apo jore? Dhe gjejmë një mënyrë. Tani, gjoni e fillojmë këtune. Fabio Lala kishte një makinë që bënte 18-20.000 euro. Ta shtime që do të shante trapi ky për ta shitur këtu me bileta, ja vuri 26. Unë pagova 2.000, një shoku im 2.000, 22 ju si publik. E fitoj Nazari. Por, i fitoj dhe 6.000 te për Fabio Lala, teta, ku t'i gjanë sa fitoj. Po ishte mere vogël dhe e meritonde. Tani shqitën modrën 200.000 euro, 300.000 euro, 500.000 euro. O që po penjere. Po s'poj pej duke shqitur kile droge, ori qifsha modrën. Po s'poj pej zotere, vla. Ore na morët shpirtin e qa do një mere, vla. O na morët, ore unë jam populli. Ore na grit na këputët. Po jo, ma se si na ty marrë me zorë. Po shajnë e diramën, ore. Ore po i do një diramës qifsha roptëre, kuptoni apo jore. Ore ju që beni to mega biliona away. Sikur keni leksi aji, qa e kishtë aji që da leko i qifsha modrën. Aji që da me fajde. Qa ishtë aji jore? Jo me fajde. Si Rapushi jere. Tha Rapushi lekët e gjyshi tim dha, do t'janë të Amerika. Po erdha unë dha dhe do vajap juve. Ore qa po ben, o Nazar, të kam vla, mos bëj iso në këto mua bete se nuk, ore të kam vla u burë. Se me prove. Mos bëj iso, o Nazar, fitove makinën të Rafati. Po ata që e hengrën. Po ata që e hengrën, fitove telebingo, vla, të Rafati, palota kesh ishte e pastër e sakt, e shdoj gjë reale. Po ata që e hengrën e vla. Do me thonë pas ka dhe 6.000 euro borç Fabio Lala mu. Po pëse akoma se ke kuptuar tje? Po ke par makinën e afer tje, makina e ty. O vla, le mos i thuj se thët në paguj dogone në ma bjerë spojnë më në mrata. Po vla, ku mund malit këtu makina ime dherë në mal. E Fabios me zikën në asfalt. Akoma tje. Akoma tje vla. E pas kam hongër në me thonë. Makina e Fabios ja ben druk. Fabio dhe këtë në ke po. Qa po thuare, o Nazar? Po qa do thonë jo? Ore, beshin giveaway. Ore, gjoj sekundët gjore. Unë di të them vetëm kaq. Ore, merni qa ju takon. Qa nuk i takon, mos i merni se dhe Tirana s'ka do fitojmë lek nga i zoti lokali, do bishë. Valla, unë se kam personale me ty. Po jo, e ti me, di që sa keme. Merni na publiku. Qa u takon, o vla. Edhe Tiranës po i qjetë motra soto, po e shanë një Shqipëri e tero. Po qa i do thaus kur ndes televizori se gjyna ka djale, ka fëmi. Po e shanë gjithë Shqipëria ri qifsha modrën. Kryeministrit, del ti dhe unë i them jo kryeministrit qifsha ropë. Dhe i s'ka qa thot se ka për veten. E di qa thot profesori. Dejnë ty 250 lejohet, po jo 500 sa kanë hap 1 milion. Por i kanë qirë motrën o vla, po ore, s'ka me lik TikToku, do bëjmë mënyrat të tjera tani. Qia motrën? E bona unë u bon gjitha. O vla, ti fitove 6.000 euro, këta duan fitojnë a 600.000. Qia motrën? Ore, disa janë 600.000 euro se i qitë ropë, janë shumë lekë. S'numrove. Po janë shumë lekë 600.000 euro, o vla. O vla, e ta njësë është këshuare. Ti vesh kjermi, ti shish more, pa ty. O profe, tani do më tregosh pak për Klevis Qelen. Po le Klevis Klevis Qela e si punë e da shenjë në politikë, është i pa demshëm. Da shenjë në politikë, vla, donte një pache, një pilaf, një do pjoraki, burzotrie, kupton? Nuk beri futje. Klevis Qela madhri uja kanë futur për vete, është i pa afti i vetës vetë. Klevis një po domë. është i pa afti, vla, për vetën e vetë, a i nuk është i dëmshëm i shoqërisë. A i është i dëmshëm i vetës. Ja ka po vetës, o shok. E kuptoni apo jore? Ore, qa po pene, ore, i kapën, ishin ministra në Bulgariere, i futën në kosha plerash. Ore, kini kujdes ju qini të famshëm e beni të zgjuarin. Ore, do t'u qinë në pythare, do t'u kapin a i ndit me na i cep. Edhe ky publiku që ju thot bravo, ore, do t'u lege nosjere. Ju që jini me shumë famë edhe doni t'u afusni, po se me ndoni publikun budalenjere. Këta duan e u vinë bacavazit. Nuk e kanë këshu këtare.
E kuptojnë këta tani, janë bërë të tërë të Ora tani me Klevisin du me të pyet çka ka ndodhur. Po lej këta. Ha? Me Klevis Shelën, çfarë ka ndodhur? Klevisi asgjëre vëlla, manet. Çfarë që nuk është më në live e. Ore, tani e Kozak, Klevisit i kanë gjuajtur 2 milion euro. Unë si shok i thash, o vlla, çati kanë marrë menaxherat. Ja kanë marrë menaxherat? Ore, ja kanë marrë menaxherat, në rregull, jemi menaxher. Ti në rregull, dakord. Nga sot e tutje, hajde të ndihmojmë ne si shoqëri. Në rregull, tha. Vazhdo puno, ç'më duhet mua? Ose mos mërzitesh ti, tha. Të mërzite më unë i thash për bythën tënde të se më foli çfarë. Mos ja kanë marrë skedinat, jo menaxherat. Ai di çfarë i tha profja. Mos prit vetëm të kuqen, po edhe kur tjetër jeshile. Jepi drejtimi thash unë vëlla. Kështu që zoti Çela vëlla e di shumë mirë publiku që është i keq i vetes edhe nuk nuk ka fajo, nuk di sa, nuk di të shkruaj të lexoje, nuk di as aritmetika, as mbledhja, as shumëzimu. Tani nuk ka fajo, është i pafto, tani çfarë themin ne? Është i pafto, po është i pa dëmshëm për shoqërinë ai. Ai nuk ta fut shok, nuk të bë dallavere. Ha? Shumë me ta fut dhe me të prerë në besë, nuk t'i bëj këto gjë. Për të prerë në besë për ta futur, e bëjnë ata që kanë mbi 2000 veta audiencë vëlla. Gjo provemi, në TikTok më të dëmshmit ata janë, që kanë 2000 e lartë, kur u bjen në 2000 vete 1999, fillojnë pasandaja me... Unë që kam rahat për vetës, jam ke 400. O profe, çfarë thon këta? Unë jam ke 400, që kam jashtë liste, jam 400. Ora seriozisht e kanë këta profe apo tallen? Për qa? Shkoni një rande nga profja, thuani profes. Shkoni një rande. Edhe hajde një praf këti. Ore mos do si bizhoz asnjë lloj, ore nuk ka asnjë lloj bizhozi që t'u japi buk. Nuk ka asnjë lloj bizhozi t'u bëj me lek. Nuk ka asnjë lloj bizhozi t'u rregulloj jetën. Asnjë lloj model bizhozi. As trading, as sinjale, as bitcoina, as piçketsonjës, as loto, as një gjë, ka vajtu Solana $67. Ja mund minus 100.000 euro te Solana. Tani do të me ble profe, tani do të me ble me i shi motrën të ajo Solana. Ka të blesh, po ajo mund të i 6, ku e diti? Jo, ka për të i shi motrën e. Ore, rini mirë mos losni bizhoze re. Ore bizhozi. Solana është qia rëp. Bizhozi ka berë me leka ata që e kanë bizhozin. Për shembull, jam ajo është ditë më. Faqe bizhozi, los ti. Ashtu bëj lek unë, vëlla. Madje edhe të karikoj ty që të lozësh një 5.000 gjoja se mos fiton. E kupton? Po tani jo, se s'karikoj kush me rëp shpi pas dhe lekët rëp. Kush të falë shumë. Mundi të them ka, lëreni bizhozin, mos u merri me bizhoz, o publiku, lëreni mos gjoni Kozakun edhe Fabion e Olsin e muare. Se na merr Perëndia mendjen e themi për shembull Olsi Nazari ka faqe lotosh aty fitohet. Nuk fitohet re karin merrni ua them unë. Po jo se me këto sinjale të ti profer. Te diun ti po flet për sinjale vëlla, unë s'po flas për gjë. Unë ditu them me këto që ka xhio, me ato si dir. Unë hy aty në herë loza i lozdo. Ti me Kozak, unë s'kam gjë. Jo, thash gjë. Apo me Epsilonin. Unë di them te. Kush los bizhoz vëlla karin merr në fund. Aurelio. Më thoj njeri normale që të shkatrohesh me vazhdim. Më thoj një njeri që me bizhoz ka rregulluar jetën. Një më thuaj. Kozaku i kishte jetën në rregull, valla luti. Në rregull e ka me rrap shbie. As rroj karin, fitoj nga 1000 euro në ditë minimumin TikTok. Un jam mret, po thuj që bizhozi lek lesh edhe 10.000 euro janë shumë. Milion bizhoz. 10.000 euro të lesh janë shumë lekë edhe milion bizhoz. Ti pari ke bërë lek me bizhoz? Po qa lek është kare me vesh kena lënë, sa është që kena lënë? Atere ja po e thot edhe Kozaku me bojnë e ti. O vla, unë sa që kam pas shku për shumë të plaza, ose në përkazin, sa që shkosha, për shumë 5.000. Po 10 erë, nga 5.000 bëhen 50.000. O Kozak, unë di them vetëm kaq, në qoftë se unë vlla do kisha një mundësi që të losja bizhoz dhe të fitoja lek, unë nuk rria këtu tani flisja me ty. Unë jam në mes të rrugës, kam hapur kraun, isha në punë po kthehem për shtëpi. Qa karindoja unë të shpenzoja kohën unë të mersha këtu. Ose më duhet kap klienta, tu marr lek, ose vlas shkon se tani unë po të bëj 5.000 euro ati ma tanë. Se të rri me ty unëre. Shpenzoj kohën kotun? I bje që mua më duhet klienta publiku. Jo re publik.
Do apu një faqe lotësh për botrorin. Do losti aty te unë. Jo, se të fusin mren për faqe Edhe do fitoj unë, lotësh. ju do ani karin. Edhe hajde ju do ta kisni mua. Ore Jo, jeni bish, mirë se me hap faqe lotësh të fusin burgë pro. Jo, jashtë shtetit lejohet, jashtë Ore Shqipërisë jeni lejohet. mirë apo jore, o publik, o Po njerëz. pse më o ti profe se lo. lozi në rrobat e motra, sa dush ai që ka mene me loz. Ore kush e frot kari losere? Po jo, se ke tipa që lozën dhe për fiksime profe. Ose ka dhe një gjere kozak. Ti më shtynë mua, provoj një peshe. E provoj, unë ikën ajo. Fut edhe një tjetër doj ti Po jo, se po, profe, nuk me njëri me zorë pas deshe vetë. Me zorë, o vlla, po ti dhe atë femrën nuk e qi me zorë, po ja, e virgjërin asaj. Me zorë jo, thjesht i mbush menjen, ti dhe i futkarin. Na e virgjër, ajo e pa virgjër, se me njëri përkrua. Se kështu funksionon e re vlla, ti se kape me zorë atë. Një më mirë, po të them që a i që lozë, profe, lozë, bur. Tani, ora i që los, ama është dikush që të shtyn vlla. Gjithmonë në bigjoz të shtyn njeri. Në raste më të shumta shoku. Po ka dhe njerëz bur që nuk shtyen me rrob shtëpie në botë. Në rastin më të mirë të mundshëm është shoku. Që thot hajde fut edhe ti në peshe vari kanë, se ka lënë për vete, e do të pisi vetja. E thot hajde futej në peshe. E tavolinë e pokerit o kozak, të çon shoku që një dealerin që ka tavolinën. Ai të fut në tavolinë pokeri, të merr ai Në rrob shtëpie, profe, unë kam loz bigjoze, gjona që kalamaj, rrob që 13 vjeç kanë loz bigjoze. Ova mos dit në këtë thirr në një me rrob shtëpia dhe lozim. Unë shumicën e rastëve kara muhabeti kam ik vet, atë pim në got rrim lozim në gjë. A e diti kush fiton kur losni poker? Kush fiton? Ai që ka tavolinën vlla. Dealeri dhe ai tavolinë. Po mimos ai që ka tavolinën normal që do fitojmë vllai, se ka tavolinën po organizon lojën çdo vend botës, nuk është vetëm. Dhe dëgjoj sekond vlla. Ai shoku që të thot, hajde do vem do lozim te Fabio, e ka një interes që të çon te Fabio. Pse? Po jo më se kam çun njerëz, hajde lozim, ai që bëjmë në lojë për shembull. Ja, takon Orsis loz, po e zëri sikur loz. O kozak, hajde Orsi. Dëgjoj sekond gjë, ti je impulsiv. Po të kapin 3 veta kallashin, ti je i 4. E kupton? Je impulsiv ti vlla, kap kallashin të vretjere. Se je impulsiv, ti do të dukesh o vlla, ti s'bën hapa mbrapa. Ti thoj 2-3 ma kari, hap letrën, se jam kozak. E kupton? Tani, unë të them këtëre vlla, që... Ore, dakord, bigjozi nuk është, po normal është që nuk fitore. Njerëzit si ty duan njerëzit në bigjozi, unë të kem ty në tavolinë jam i kënaqur, unë them ku ta gjej një sikozi, se i hedh, do të duket. Përdor emrin jam kozaku, do i hedh hape. E kupton? Ore, dakord jam, s'po them gjë, po a kupton? O prove, ata që lozin o vlla im janë të fiksuar vlla, edhe mos më i thon mos lozin. Ai që do Unë kam loz vet, a kupton? Unë me rëmoshë, se kam loz unë lek kot të lën milion. Ai që do të lozi, unë nuk po them ai që do të lozi. Unë po them çdo tavolinë vlla, poker lozet 9 veta ose 7 ose 5. Ore, dakord jam me këtë unë që të tras. O ti që shkruajtë në WhatsApp deri në vdekje jam me ty. Në 9 veta, 2 i kam peshje vlla dhe lozin me idenë që duan lekët këty. Shok janë ata. Po thjesht janë lekët njëri tjetrit. O vlla, në tavolin, bigjoz, jo prove se ti nuk loz bigjoz, vllai. Në bigjoz nuk nje vllai në rrobat e shtëpisë kur lozin bigjoz. Ai keq. Ore, kozak. La fose në ndem mbrapa, re, para se t'ulen tavolinë, re. Edhe e bëjnë kështu ata. Unë lora s'kam loz me herë një time, s'kam pa. Po kozak, ndodh ti që je në lojë. Unë e bëj 1000 euro. Po në Texas edhe në kështu nuk ka si me më kap ti mu, se mund kap unë. Prit, po kozak. Ndodh që unë eth 1000 euro. Ti eth 1000, Fabio e bën raise 2. Unë e bëj 3, ti eth 3, ky e bën 4. Je peshku ti atyre. Po mi më varë qa letra shkam, unë dil fold. Po dil fold, pëse jep letra. O vaj, dil jasht, fold. E ke opcioni. Gjoj sekund, ti los kundra dealerit dhe kundra 4 letrave, si do fitosh ti? Si kundra dealeri, jo s'ken Texas kundra dealeri. Qa po thua, o kozak? Po dealeri s'ka lidhje fare, ma zana. Ore, qa po thoj, o kozak? Po dealeri vetëm da letrat, o pro. Po vlla, këtu po e ha lafin në burri, që e quan vetëm burr, po e ha lafin si kur po hajnë karamele. Mos të hajnë të pa bes me dealerin, po e po e ha syrit e vlla. Po i thot profe, në Texas, po i pate letra të vllai, im të mira futu, po si pate ke opcioni dhe me dal jashtë.
Po shok, ata Opsioni më i mirë është të zgjedhë shoqërinë, ore, pastaj këto të tjera. Ore, opsioni më i mirë është mos më u marr fare, o shoku im, dakord? Nuk po Me them Bixhozi, unë mirë me Veloz Bixhozi. Bixhozi. O gozak. Po nuk ko mirë, po pa ta që lozin në profe, lozin, po s'ke çaj u Po ko. gozak, ç'pun kena me Bixhozin, a ka mundësi të flasim për Tani, lokalin? valla, ka problem, ore, ç'a lokali do bëni do? Ç'a do bëni Po do? vlla, i shoku jon ka i lokal 250.000 euro në Kavaj. Po, ha? E ka për ta shit. Ai Po, deshte me shit. ka gjën shitesh është afrimi. Deshte me Po jo më shit. burr na i tha E ne ka rasti. afrimi i që i Po motrën na në lora për profet flasim Po profe, po na let bëjmë dhe ne në i punë e gjama, valla. Okej, dakord, vazhdo Olci. Flasim. Po. Ne nuk dalim kundra të bësh punë ti, valla, na ke karë. O, Ai punoj te tha- rruga i që i motrës, punoj tiktokere. Ai Po Vazhdo, më pet punosh. Po profe. Okej, ha. Ai kur bodës na tha Modhe Kozaku. Tha, unë 270.000 tha. Lokali tha ka bot 250.000 tha, bon dhe sot 250.000. Ku është lokali? Në qendër të Kavajës. Në qendër të Kavajës. Okej, ha? Pallati i ri 200 metra. 170.000. Kë? Një doj. Qa po i futi? 170.000 doj. Po, qa po i futi? Po tani qa po bënaj? Po u fal lek juve. Po, Po, Po le ta shesit e afrimi. po shok, a i tha ndatë shiteni, ndatë Ndatë shiteni, dash Po bëni le qa pa, do, bën në një 200 blek. Një sekondo. A bën 250.000? Po, Po, 3% do afrimi, po, 10.000 euro, 240, e kupton? Po. Tani, pse mos ta shisit e afrimi ju? Ure, mla, neve ku ta shesim, neve na thyet ka. neve ku ta shesin, do me bleti, hajde Ai merë. që do të me dokumenta. Po valla, i ke Është lek ai ti jena gjithë ta marrësh, do ta Po si blesh. ai jena vetne. Si ai bëjën edhe Ka ne. jesi edhe. Si ai me Shes. dokumenta, po me Ure dokumenta daj jena mendjen në vetne. nazar, qa jeste i qive e motrën, daj mendjen, unë nazar, kam lare. Po pse zori ball me shit story, me shit Valla, daj të mendjen, jetë kapja, jetë rruga, Po, po, jetë zem, tiktoku, po, u tjerë jetë s'ka, ja, u qujtja, tjerë s'kena vënë, jetë shumë. okazione shpijash, apo ku je ose i qive e motrën, o Po pse në vlla. Lazari tani e ka publiku. O, më Lin. po. Qëndron ose i qive e motrën, o mbaj, O, Lin. o vlla. Po linër. Olin, po i qive e Kam ro, qi modër, po shë. Pse më mos fitoj dhe o profe, po janë të fitu lloj tipash lek më dha, pse mos kapim dhe ne që kena audiencë gjona kështu viter. Po jo në këtë lloj forme, se nuk Po është ka e si po çfarë lloj forme shënë të bë? Ure i bëjnë reklama, 500 euro reklama, 10 Po jo reklama, më vllajm se 500 euro. është. Po mirë, po këta të tjerët pse ta bëjnë dhe mos ta bëjmë ne? Po pse e ul veten ti si këta të tjerët, Po ore? s'po e ul veten, nuk po marr Po lekë. po e ul, ore, gjoj mua. Po si e ul veten marrën 40.000 euro, po ul kanë vete. Po ku i marrën 40.000 euro për javë Po punë? prove, si na tu marr 6.000 euro si Fabiolana ne. Po marrim 6.000 euro vllai, Ka do 40. merrni vëlla. Nga 40 për kokë, ore. Po tani çfarë do bëni ju me këtë dyqan? Pas këtë me bet modh këto prof, se pas Po këtë vlla, me ne bet modh. ne do bishe po i thena popullit që do marrim 80.000 euro fitim. Cash. Po i qif Beni dhe keni shumë rinane ma. këtyre që do marrin pjesë pastaj qofse Po marrin. ja ta shikosh. Po ju qif dhe rinane qofse Ja, ju se theni kush da parë. që një lokal që bën 150.000 të shitet 250.000. Jo, jo, s'bëj Po që jeni 150.000. budallën, po të më dhejnë ju Po pastaj. po mi do pse pa ju te quantitet. Fabio? Pse ju te Fabio? Unë e kisha të Pse ju bërë. te Fabio? Po pse a nuk Se thash si që the për makina Fabion bën- ti? Se nuk thash Se që si- makina bën 18.000. Jo, se Jo, di se kam bravo. gjuh. Pyete. Pyete. Ah, po e ke E thënë do në të rregull. aty po Tani, të ah, po e vallë. ke Në fakt ima pas ke Po futur ma edhe vjen mu. çat të mel. Jo, po e ke thënë pastaj Po në e ka rregull. vjen Edi. u shok. E ka vjen u të me tipe. Po e ke thënë, s'kena çfarë më thënë. 15.000. Ja ke thënë Fabios, pani sloja. Jo ka thon, jo e ka thon 10 ditë në live për ditë, më thon Ja, drejt. ka Për ditë, më rregull. Për ditë, çdo natë që boshim, Çfarë më thon? Po çdo natë që boshim, Ore, ja se pe moj. ti më wej do shitet kjo kanaçja. Kjo bën 2 euro, ne do ta shesim për 10 euro. Ore, ka loqe ini dhe blini Po bileta. nuk ka lidhje me loqet më profe, po tani po give Bajanita që fiton miliona lek me giveaway valla. Po i lumt kari ati se ka Po budallë. dhe neve na lum të profe. Apo bravo u qof ata e vlla. Po ne bravo u qof. Ta dini ju që do blini bileta që në budallën dhe këta këtë mendim Po se janë budallej më zaj do ti Vini, profe vini, ma. motra. O, po mirë, po ti Vini, pse re. bleve bileta te ky? Për ta ndihmuar se kishte ngelur për një situatë. Po mirë, do na animosh edhe Ore ti. kam Po neve do na animosh dhe neve, po. Ne do na një dorë. Ore po, koza. Që të folim realisht, që të folim realisht, unë e kam vuj rëp të shtëpisë, unë tjetë për të bënë se bëjma, kam lanë lesht. Për zotin. Unë e mora shaka në fillim. Unë e mora me shaka, tu bë shaka për zotin. Sa lekë ke një reklam ti vlla? Varë që reklame. 300 Ne euro, fillova me 400 Jo, euro, jo, 500 euro. 300 euro s'kam prek në një reklame, 500 veç euro në e la. shoku që e kam pas shok në Një gust. sekondë vlla. Galan 500 për ja euro kam e marrë për lart. çef.
Ashtu, a do të bësh lek ti vllai? Po, për reklama ti vlla ka 1 milion biznese në Shqipëria. Po pra, po janë duke e bë këtë punë në trend. Ti marrun lekët. Kush e bën trend? Nuk e le unë të bëhet trend. Po se e le. Po janë tu e bëm valla. Ora prova. Po i marrin lekët tam valla, unë jam këtu. Kush po i merr? Po ja, disa mrapa më musha e makinën me punën. Bro, poplin e re, bej një qere. I sekund. Po e di Rama, apo së këtyre që po mashtrojnë e re. Bej një të mirë për Shqipërinë para se të E kle pa punë, vlla, e kle pas një gjatë të shkatrona jo si bana unë më rëshpia. Po do be. Angel, ti ke drejtë se edhe i zgjut. Po e di që është anti-reklama, është reklama më e mirë? Ure vlla, të paktën, ai person... A e di ti që anti-reklama... Ne të që doj provja, që këta që komentojnë këtu që du me ble bileta nuk i du fare. Nuk i do? Jo, si të shesh bileta ti, ku të t'ja shesh bileta? Vesh me shok të mi që njof. Me shok të tu? Po. Do marrë Fabio Lalën, do blesh një, do të marrë ty, do të vej në siklet, do blesh një. Ore kozak. Do marrë tjetërin. Ure ja keni qire motrën fare. O vlla, po fitojmë lekë, vlla, si po fitojnë gjithë mileti, vlla, të fitojmë dhe ne, vlla. Po bjeri bankës o qie motrën. Po pse ti bje bankës, unë kur i bje këtu numrave që kam. Po prove, banka është e fundit të shumë. Unë kam u mira bankës, kam të kalamaj me rrita, e më rrëtkari, mira bankës. Unë veç di mu tha një gjanë rëp të bëna pishmon pas ju futa se Shqipëri, o vlla, unë, o profe. Ti ke një audiencë që shkët punë mas dërë, mbraf që ti duhet ta shfrytëzosh vllai që ata që të tjera po shfrytëzoj, pra, këtë po bëj. Po s'është e dura kjo, pra. Po pse s'është e dura? Po nuk është osjedhja kjo që ti të mashtrosh popullin ose ti fush në biznes. Po pse po mashtrohet populli? Sepse po i shet një produkt shumë shtrenjtë, o vlla. Një produkt që është në ajër, që s'dihet se kush do ta marrë. Po e bëj gjithë bota, gjithë influencat në botë e bëjnë vës, po e bëj vetëm unë. Po tela po ngela ndo. A e bëni Fabio Lala. Po kupton ti shok. Te more pjesë ti vlla te Fabio Lala. Po e thash unë o vlla, e thash. Ki e bëni një. Po pra profe. Gjithë njerëzit që mu ma bënin e bënën për një O vlla, unë atë lokalin do e nxjerr në account. Çfarë do bësh? Na 250.000 euro. Po bëj shortesi Telebingo, vlla. A që ka vlerë, po pse Telebingo mos e diti se fiton populli, Ardit Xheprea mban kot mikrofonin? Po mirë, po dhe neve kodën mban mikrofonin. Jo, vlla, edhe neve. Ardit Xheprea është i pari që ka punuar me kurva në Bologna, në Torino. Mona i bëni tani të qifsharok. Po jema nësë po e bëjmë, që pun kena ne me Ardit Xheprea. Po që pun kemi, po kështu është realitet, jo e di në Shqipëri e tërë. Mona i meri shembuj, bi kurva shere. Pse situatit a shtypim shtres neve e varfër ne ti vëm shelmi në fyta? Edhe ato po tani ne dum ta bëjmë valla ne. Shpresë se do fitoj një dyqan? Ti lëm pa buke? Lërin e njerëzit e vlla, lërin e të jetojnë re. Si bërë, më shumë. Lërin e, o Nazart kam vlla, çto ti me këto muhabete ma. Po jo mos vi fare, po i bëni me një tjetër, e bëj vetë. Në fundit njerëzve po i ore po ja vini shelmi pa dashje ti. Me rrop shtëpia si lloj shkel mirë. Ore që shkelmi më vlla? A si lloj shkelmi? Po pse shkelmi vllai, po i marrë zonë. O vlla, kush do vjen me dëshirë? Edhe ti mirë. Po vlla, kush do vjen me dëshirë? Po vlla, do na lëni fal. Po fol, ha, fol po të dëgjoj. Gjoj këtu. Po. U bë giveaway me Fabio Lala. Fitove Fabio Lala 6.000 euro. E lem. 8.000 euro sa profesori. Se maksimumi mund të ketë marrë 3.000. 1.000 mori burri botës që majti biletat. Lesh të i mbajti vetë po le çka kinjendere, hec. Okej, kështu siç ka qenë muhabeti. Makina 22-23.000 bëhe është e sigurt. Ben se e fitove e ti dhe do t'i përshemi vetë që t'je fituar një gjë me vlerë. Jo, gjë këtu. Unë e fitova me 100 euro, me 200 euro, me 500 euro. Unë që e fitova me 500 euro, jam super i knaqër. Jam super i knaqër. Po. Po pra, edhe ai burri botës që do ta fitoj me 1.000 euro, një lokal që bë 250.000 euro, do jetë i lumtur do fitoj pasurinë shumë. O Nazar, gjoj sekond. Ta ruaj zoti djalin dhe u bëf 1.000 vjet. Ke oni jo të gëzoj, se babi i ti fitoj një makinë me 200 euro.
Po. Po ke oni dikuj tjetër që babi 200 e fundit e futi Bixhos se dola Po mos ta futi babi 200 e fundit Bixhos, ta O mbaj. vlla, ky s'është muhabet me fut 200 Ta e mbaj fundit. babi 200. Ky është muhabet me fut, ky është muhabet me fut 200. Ata që Ku futin ti, po neve nuk do marrim ato lloj ramë, vlla.